Tregohet se Ebu Derda, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, shoku i profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të, kaloi pranë një grumbull njerëzish të cilët ofendonin vrazhd një person. Situata u përkeqësua kur dikush e goditi këtë njeri. Shoku i profetit, paqja qoftë mbi të, u afrua dhe ju tha: Përse e goditët këtë person? Ky njeri ka bërë një mëkat të madh, i thanë. Ebu Derda ju tha: O sikur të binte në ndonjë pustë të thellë, a nuk do e nxjerrnit? Ata thanë një zëri: Po si jo? Ebu Derda tha: Atëherë mos e goditni dhe ofendoni, por këshillojeni dhe udhëzojeni. Njerëzit e habitur i thanë: O shoku i profetit Zotit, a nuk e urren këtë person? Ai u përgjigj: E urrej veprën e tij, o jo personin. Nëse e braktis atë, kam braktisur vëllain tim. Njeriu i cili kishte mëkatuar tha: Unë pendohem te Krijuesi për veprën time një herë për gjithmonë. Të gjithë jemi gabimtar. Mos u bani gjykatësa në tokë. Këshilloni butë me etikë dhe moral. Zot, në fal gjithë gabimet e jetës, se ti je falës dhe mëshirues.